Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Mani Report. Unë jam Genta Dobra, do të jemi së bashku në vijim për të njohur me zhvillimet më të rëndësishme të ditës, së pari ndalemi shkurt të lajmet për të ekonomisë. Vendimi për të mos marrë një vendim për padinë e kryeministrit ka ndarë opinionin publik, por shumica janë kritik ndaj tij. Sondazhi javor i zëri shqiptarëve tregon se mbi 51% të anketuarve e shohin si një atentat ndaj kushtetutës dhe si shantazh të bërë ndaj gjykatësve. Por mbi 75% të anketuarve bashkohen se reforma ka dështuar pritshmëritë e tyre. Opinionet politike nuk kanë ndryshuar, Partia Socialiste ruan diferencën me 20 pikë ndaj Partisë Demokratike. Kryeministri Rama ka qenë kritik në reagimin e tij pasi kryeprokurorja e dhomave speciale në Hag kërkoi dënimin e ish-krerëve të UÇK me nga 45 vite burg. Kreu i qeverisë shkruan se nuk e gjen ku buron filli logjik që ka ndjekur prokuroria për të dalë me kërkesën që Rama e quan varrosje për së gjalli të 4 burrave të Kosovës. Kredit me probleme regjistruan dhjetorin e kaluar nivelin më të ulët historik. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, norma e tyre zbriti në 3.8% nga 4.2% që ishte krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo nënkupton se këstet e huave nga qytetarët dhe bizneset po shlyhen në kohë, ndërsa ndikim ka patur edhe fshirja e kredive të humbura. Kredit që nuk shlyen në kohë se huat e këshia kanë arritur në nivelin më të ulët të regjistruar ndonjëherë. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, gjatë dhjetorit niveli i kredive të këshia rezultoi 3.8% nga 4.2% që u regjistrua një vit më parë në të njëjtën periudhë. Por përmirësimi duket edhe në raportin e kredive me probleme me bazë vjetore, ndërkohë që në vlerë huat me probleme rezultojnë se janë 358 milion euro, nëse vërejmë të njëjtën periudhë të disa viteve më parë. Përmirësimi i huave me probleme është i ndjeshëm. Ky është një tregues optimist i cili konfirmon se aftësia paguese e qytetarëve dhe e bizneseve është përmirësuar në vend. Po ashtu ndikim në këtë drejtim ka pasur edhe rritja e nivelit të punësimit dhe e pagave. Qëndrueshmëria e nivelit të huave me probleme është një sinjal pozitiv për sistemin bankar dhe përmirësimin e gjendjes financiare të huamarrësve. Tashmë norma e interesit në lek është pozicionuar në nivelin 2.50% si një masë për të stabilizuar çmimet e konsumit, por njëkohësisht kjo ka ndikuar edhe në uljen e kostove për qytetarët dhe bizneset, të cilët kanë marrë një kredi në monedhën kombëtare, duke nënkuptuar që këstet e huave të reja janë më të lira se ato që janë aprovuar më herët. Ndikim në përmirësimin e bilancit të bankave ka dhënë edhe rritja e ndjeshme e kredidhënies. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, vëret se portofoli total i kredive në fund të vitit 2025 ka arritur rekord duke tejkaluar të gjitha periudhat e njëjta për gjatë viteve të kaluara, ndërsa në total portofoli i kredis rezultoi se ishte 943.4 miliard lek. Bitcoin është në rënje të lirë, çmimi i tij ka rënë nën $70.000 duke prekur kështu nivelet më të ulta në 16 muaj. Pavarësisht mbështetjes nga presidenti amerikan Trump, tregu i kriptovalutave ka shënuar një rënje drastike në fillim të këtij viti. Analistë të tregut thonë se rënja e Bitcoin lidhet kryesisht me zgjedhjen e kreut të ri të rezervës federale, pasi besojnë se do të mbajë të larta normat e interesit, çka nuk favorizojnë rritjen e çmimit të kriptomonedave.
Bitcoin ka rënë në nivelin më të ulët në 16 muaj, pavarësisht mbështetjes personale dhe publike të presidentit amerikan Donald Trump. Aktualisht çmimi i Bitcoin llogaritet në $69,000, duke rikuperuar lehtë humbjet e ditëve të fundit. Javën e kaluar monedha virtuale ra në $60,000, niveli më i ulët që nga shtatori i vitit 2024. Me rënien e javës së kaluar, çmimet e Bitcoin u tkurrën me 32%. Rënja erdhi pas disa muajsh rritje të fortë të çmimit të Bitcoin, të cilat e bën kriptovalutën të arrinte nivelin më të lartë prej $122,000 në tetor të vitit të kaluar. Analistët Deutsche Bank e lidhen rënien drastike të Bitcoin me emërimin e Kevin Warsh si kryetari i rezervës federale. Investitorët sipas tyre mendojnë se ai mund të ndjekë një qasje të ashpër, duke i mbajtur normat e interesit të larta, ndërsa politika monetare lehtësuese mbështet përgjithsisht investimet në asetet virtuale. Po ashtu ndikim sipas tyre ka dhënë edhe humbja e interesit nga investitorët tradicional dhe një pesimizëm i përgjithshëm lidhur me asetet virtuale. Në vitin 2025, investitorët u inkurajuan nga përfshirja e presidentit Trump në sektor, nga mbështetja e tij për monedat virtuale dhe premtimet për të rregulluar legjislacionin për zhvillimin e tregut. Një ndër veprimet e para të Trump pas rikthimit në Shtëpinë e Bardhë ishte një urdhër ekzekutiv që synonte të bënte Shtetet e Bashkuara kryeqytetin e kriptovalutave. Më pas ai lançoi edhe kriptomonedën e tij, që i dha një shtys edhe më të madhe tregut ato kohë, por rritja me sa duket do të ishte e përkohshme. Do ndalemi dhe do flasim gjithësisht në lidhje me këtë çështje. U duk se me rikthimin e Trump në Shtëpinë e Bardhë duket se do të kishte një zhvillim edhe një hovë të mëtejshëm të monedhave virtuale, çka ndodhi në fakt vitin e kaluar kur Bitcoini preku edhe nivelin më të lartë mbi $120,000, po duket se ka një tërheqje të tregut tani. Ne ndoqëm pak më parë edhe një material në fakt lidhur me ato që komentojnë dhe analistët ndërkombëtar për të kuptuar më shumë se çfarë po ndodh me tregun e kriptovalutave. Kam një lidhje të drejtë për drejtë, zotin Shahin Dokuzi, ekspert për kriptomonedhat. Mirë se erdhët në Money Report. Ju përshëndes. Nga $120,000 po themi, Bitcoini gati është përgjysmuar në $70,000. Çfarë po ndodh aktualisht me kriptomonedën? Pse kemi këtë rënje drastike? Shiko, fillimisht për sa i përket ardhjes së presidentit Trump, që foli që do të mbështesë kriptomonedhat, mund të themi që vetë presidenti Trump, domethënë, ka bërë dëmin më të madh me kriptomonedën e vet që bëri. Kjo bëri që të binte besimi, pra teknikisht, po them shkurt, presidenti Trump nxori monedën e tij Trump Coin, bleu 80% të monedhave të tij me koston le themi $1, dhe për rreth 3 ditë që moneda e tij shkoi $80 për njësi, ai i shiti, domethënë, duke të hequr të gjithë paratë e investitorëve që u futën. Pra le themi që me ardhjen në pushtet për shkak të reputacionit të atij, shkurt nxori monedën e vet, bleu 80% të monedhave Trump Holdings në Holland, domethënë, sapo monedat filluan të rriteshin deri në vlerën $80 për copë, ai të hoqi, pra le themi 80 fishoi pasurinë e tij, që pa llogarit sa miliardash pasuria e tij për 3 ditë, duke dëmtuar qindra mijëra qytetarë të tjerë. Kështu që normalisht ne dim që thapi ka biznesin në radh pak, kështu që e mbështeti ose mendoj se do ta mbështesë vetëm për këtë fakt që të fitonte edhe vetë, kështu që këtu e kemi dëmin e parë sapo ai erdhi. Pra mund të themi që ka qenë një lojë e Trump vetëm për të fituar vota në zgjedhjet presidenciale, jo për të mbështetur realisht tregun? Absolutisht, bile sapo erdhi, le të themi që ai ka hedhur një kull, ka marrë 80 kulla për 3 ditë, domethënë. Imagjino se ai kishte 80% të monedhave të tij, edhe çfarë para e ka shumë fishuar për 3 ditë, domethënë. Faktorë të tjerë që kanë nxitur, po themi, tërheqjen e kriptovalutave, kë mund të përmendim? Po siç e dim, normalisht gjithë kriptovaluta nuk është se ka një bazë saktë, le të themi, siç është ari, nafta, që kur zbulohet naftë, bie kosto etj, ose gjigja e tjera janë prekshme, kriptovalutat ecin me spekulim. Kemi tërheqje një prej kompanive më të mëdha që të hoqin. Kjo është një ndër faktorët kryesorë dhe që ndodh shpesh. Pra ne quajmë gjigant ose balena, që ose tërheqin një shumë të madhe, të gjithë tjerët do tremben, ose është efekti domino, domethënë, që ti tërheqin para se tulet më shumë dhe kështu vazhdon e bie. Kemi dhe normalisht normat e interesit, dhe kjo është shumë e rëndësishme, gjithmonë ndikon. Domethënë, nëse dikur do të ruaj parat depozitoj në bankat amerikane, mund të shpërblet mirë, dhe ai thotë, unë për shpërblem disi më pak se Bitcoin, por është shumë e sigurt. Kështu që teknikisht duan që të investojnë në norma interesit dhe jo në Bitcoin. Çështja e rëndësishme pasi që është post spekulative, siç është dhe vetë moneda, është pjesa e Epstein Files, që ka dalur së fundi. Po dua të ndalem te kjo pikë. Shumë emra të lakuar në këtë dosje,
mes tyre financier dhe emrat të tjerë të njohur, ka patur një lloj efekti qoftë edhe psikologjik në tregjet e kriptovalutave, ky fakt? Shiko, le të themi që aty kanë dalur dhe është fakt që ata dhe parashikuan ose krijuan le të themi pandeminë që në 2017 që donin ta alaçonin domethënë në 2020 dhe duke ditë këto fakte dhe që ata janë lidera botëror dhe mund të komandojnë, normalisht mendohet që kanë krijuar dhe Bitcoini. Po themi që ky fakt nuk del sepse nëse do dilte domethënë do të hishin çdo vlerë asete dhe gjithë amerikanët më së shumti thuaj se gjithë pasurinë e tyre e kanë në kriptomoneda, domethënë, dhe mendoj sikur të bëj ky skandal, do të vriteshin me njëri tjetrin, domethënë. Do të thënë ata i besojnë aq shumë kriptomonedave sa gjithë pasurinë le të themi të tyre e kanë aty, kështu që të dilte edhe një gjë e tillë, domethënë se siç e dinë është premtuar që fata do dilnin, por nuk dolën, edhe duke u marrë parasysh që ata pas kanë krijuar pandeminë dhe mund të vendosin për çfarë lloj gjë. Mirë, ngelen mbeten ende ndoshta pa konfirmuar ato që themi. Absolutisht, absolutisht, kështu që duke, fakti i pandemisë është fakt sepse kanë dalë nga dosjet e FBI, domethënë, kështu që duke ditë që ata mund bëjnë këtë izolin botës, gjërat e tjera nuk janë asgjë për ata. Normalisht duke parë dhe dollari po dobësohet shumë, kemi dhe Kina nga ana tjetër që ka vënë sanksione, le të themi për kriptomonedat, nuk do të lejohen më, do të thënë transaksione me kriptomoneda do t'i quajë si ilegale dhe dim që Kina ka një popullsi ose një treg shumë të madh në çdo gjë, domethënë. Kështu që kjo ka si edhe ulje mbides Kina jo vetëm për këtë, po është përgatitur që nxjerrë një monedë tjetër, jo monedën kineze standarde, një monedë tjetër që të jetë bazë, domethënë, dhe të zëvendësoj dollarin. Nëse ne sot i masim për shembull Floriri bën kaq dollar ose çfarë do lloj njësi e masi me dollar, Kina pra do të ketë një monedë tjetër. Absolutisht, edhe kjo e bën po gjithmonë. Në tërësi, ka një rënje të besimit të investitorëve duke marrë në konsiderat gjithçka çfarë ndodh edhe në botë, edhe konfliktet, po themi në lindjen e mesme, ne shohim her pas here luhatje që ka tregu i naftës, çmimet e arit që janë rritur ndjeshëm, mund themi që edhe investitorët, po themi, kanë humbur besimin te tregu i kriptovalutave si një flusk? Po, absolutisht, dhe e din, domethënë, që janë flusën, kemi pasur edhe moneda tja që janë shuar fare, domethënë, thjesht sot për nese janë shuar, lekët kanë humbur, biles kanë ardhe krijues kriptomonedave në Shqipëri që janë arrestuar këtu. Unë të thash, vetëm arsye sepse Bitcoin nuk mund shuhet direkt ose do të ishte skandal i madh pasi gjithë do dilni në rrugë, pasi do të bëj nam fare, domethënë nuk. Prandaj dhe nuk e pranojnë ose nëse është vërtet që mund ta kenë krijuar me dashje dhe mund ta mbyllin kur duan, nuk besoj se do dali si. Pra, nëse për monedat e tjera virtuale është më lehtë të zhduken, për Bitcoin, ndoshta si më e njohura në botë, mbetet paksa më e vështirë. Sepse ka shumë kapital, po. Ka shumë kapital dhe shumë e frikshme të zhduket. Pra, të gjithë le të themi pjesa e amerikanëve të ishin pa lekë tani, u zhduku, ikën lekët dhe çfarë do të bëjë, domethënë vetëm këtë mendojnë. Nëse monedat e tjera janë zhdukur, kanë humbur miliarda, hajde dhe. Do të nuk është se është kapur autori dhe mbaroi me kaq. Të zhduket le të themi pasuria e amerikanëve kështu. Sepse ata më së shumti besojnë monedës, luajnë shumë siç e dim dhe pjesën siç e kanë kazinoet tjetër, kështu që ata nuk e kanë problem të hidhen në këtë, domethënë. Ata e kanë një jetë përditshme që shkojnë në Las Vegas e tjetër, kështu që. Po që le të quajmë si kazino virtuale atëherë, në këtë lloj forme. Po, ata e kanë, po ata i besojnë shumë se presin jackpotin, urit, fitojnë, në përse nëse ne jemi disi më statik, duam gjërat prekshme, për shumë blem një apartament se do i rritë qeraja, të vizim me gjëra më stabile, ata janë komplet, domethënë, në të tillë nivel. Kështu që do ishte shumë kaos, domethënë, të fike nuk mendoje. Ndaj edhe nëse është reale që kanë bërë me dashje ose krijuesi janë po njerëz të famshëm ose të eshin fare, nuk besoj se do dalë, domethënë, do ishte kaos shumë i frikshëm. Që mund shkaktohej në tregje. Ndërkohë kemi një kreun e ri të rezervës federale, pritshmëritë nga analistët ndërkombëtar janë që të vijojë të mbajë të larta normat e interesit. Sigurisht në një mjedis të tillë nuk krijon një perspektivë për zhvillimin e kriptovalutave, pra për rritjen e çmimit të mëtej. Do të thotë se mund të kemi rënje të mëtejshme në vijim? Është ky dimri kriptovalutave ky vit? Po mund të kemi rënje normalisht, edhe nuk është se duhet ta marrim kriptomoneda që nëse ran është ndonjë dëm e tjetër. Gjitha këto janë. Pra nuk është se kemi nevojë, vetëm gjë që janë hapur është për të vetë transaksione pa gjurmë, por nuk është se kanë një benefit, le të themi, nëse edhe shuhet fare, domethënë. Nuk është se janë komplet spekulime, kështu që nuk është problem. Normalisht pjesa federale ose rritja e interesave ndikon gjithmonë tek moneda, siç e tham, nëse unë
fitoj pak më pak, domethënë nëse depozitoj para në bank, po e di që jam më i sigurt, domethënë do marr 5% vit dhe kam të sigurt, ndërsa pra nivel më i ulët i riskut te investimet e tjera. Patjetër, më i ulët i riskut, po është e sigurt, kështu që nuk është ndaj edhe sa që Pjesa Federale e Amerikës lëviz me këtë pjesë, domethënë, gjithmonë Bitcoin i bie, domethënë. Mirë, do të kemi mundësi që të ndjekim edhe në vijim zhvillimet që vijnë nga tregu i kriptomonedhave. Ju falenderoj shumë që ishit sot me mua në Money Report. Faleminderit. Do të shojmë së bashku të tjera zhvillime. Perceptimi për nivelin e korrupsionit në botë ka pësuar përkeqësim gjatë vitit 2025. Transparency International ka publikuar raportin për vitin e kaluar, ku Shqipëria vlerësohet me 39 pikë nga 42 që ishte një vit më parë, duke humbur 3 pikë dhe si rezultat ka rënë me 11 vende në renditjen globale të shteteve. Në raport thuhet se edhe në shtetet me demokracitë konsoliduara si SBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar apo Francë, po përjeton një rënje shqetësuese të performancës. Sipas raportit, vlerësimi me pikë një shteti tregon nivelin e korrupsionit të perceptuar në sektorin publik, ndërsa renditja një shteti në indeks tregon pozicionin e tij krahasuar me vendet e tjera. Ka nisur shpërndarja e fondit të dëmshpërblimit për familjet e dëmtuara nga zjarret gjatë sezonit veror nga Bashkia e Gramshit. Flakët shkaktuan dëme të konsiderueshme në disa banesa në këtë njësi vendore, duke detyruar autoritetet të ndërhyjnë me masa emergjente dhe strehim të përkohshëm. Javën e kaluar u akordua fondi në vlerën totale 86.6 milion lek për këtë bashki, e cila po punon edhe për sigurimin e bonuseve të qiras për familjet në nevojë. Pasi qeveria alokoi fondin e dëmshpërblimeve për banesat dhe objektet që u prekën nga zjarret e verës, Bashkia e Gramshit ka nisur me shpërndarjen. Skënderbegasi ishte njësia administrative më e goditur nga flakët, ndërsa aktualisht banorët kanë përfituar gjysmën e shumës së alokuar, nga 86.6 milion lek që përfiton bashkia, deri më tani është shpërndar 50% e saj në përputhje me legjislacionin në fuqi. Edhe tani javën e kaluar ka ardhur një fond, cilat u dëmshpërbluhen për banesat e djegura nga zjarri, edhe pjesa dërmuese e atyre që u prekën në mënyrë direkte nga zjarri dhe që mbetën pas strehim, kanë marrë 50%, siç e parashikon edhe ligji për emergjencat civile, kanë marrë 50% të vlerës së preventivit në mënyrë. Në fazën e parë ka marrë 17% të vlerës për sa i përket banesave të djegura nga zjarri në njësinë Skënderbegës. Gjatë zjarreve të verës, bashkia e këtij qyteti ofroi strehim përkohshëm për familjet e prekura dhe masa të tjera emergjence. Natyrisht situata e zjarreve, sidomos në njësinë Skënderbegës, pati ndikim edhe në këtë pjesë, por gjithsesi në Bashkia e Gramshit me të gjitha kapacitetet e saj që pati, fillimisht ju ofruan strehim të përkohshëm, edhe më pas gjithata ajo pjesë që ka mbetur e pastrehuar janë futur në tek bonusi i qiras për të marrë zgjidhje afatshkurtër. Nga fondi i qeverisë shqiptare, prej 345 milion lekësh, përfituesja më e madhe është Kruja, pasuar nga Gramshi dhe Finiqi. Bashkia e Maliqit ka paralajmëruar masa ndaj ndotësve të mjedisit. Pas inspektimeve në terren, autoritetet vendore kanë konstatuar ndotje shqetësuese në të gjitha njësitë administrative dhe njoftojnë aplikimin e gjobave nga 5 deri në 50.000 lekë të reja. Problematika lidhet kryesisht me hedhjen e pakontrolluar të mbetjeve organike, plastike dhe inerteve që rrezikojnë mjedisin, por dhe shëndetin e banorëve. Bashkia e Maliqit paralajmëron masa ndëshkuese ndaj ndotësve të mjedisit në fshatrat e fushës së Maliqit. Autoritetet vendore do të aplikojnë gjoba që variojnë nga 5.000 deri në 50.000 lekë të rinj për ata që ndosin hapësirat publike. Nga inspektimet në terren është konstatuar ndotje nëpër masa shqetësuese në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Ka kontenjer në të gjitha lagjet dhe është e mundur heqja e gjitha mjeteve e konsumit të përditshëm të banorëve të Bashkisë së Maliqit apo të gjitha njësive administrative. Problem thash është bashkëpunimi. Ne ju bëjmë thirrje të herpasershme për të bashkëpunuar me ne dhe të mos hedhin mbetje vend e pa vend, por tani do veprojmë me forcën e ligjit sepse nuk kemi zgjidhje tjetër. Në paketën fiskale të vitit 2026 ne kemi parashkuar edhe gjoba që variojnë nga 50.000 lekë të vjetra deri në 50.000 lekë të reja.
Hedhja pa kontrolluar e mbetjeve plastike inerteve si dhe mbetjeve organike vijon të jetë një problem serioz për zonën. Autoritetet vendore pohojnë se mbetjet organike përbëjnë ndotësin kryesor të mjedisit, pasi gjenden të hedhura në kanale kulluese dhe përgjatë rrugëve, duke rrezikuar jo vetëm mjedisin, por edhe shëndetin e banorëve. Situata paraqitet veçanërisht problematike në Pojan dhe Sheqeras, ku mbetjet e baktive hidhen në të dy anët e lumit, duke kthyer territorin në hyrje të fshatrave në një landfill të hapur. Përveç anës vizuale, ka edhe probleme në ambient që të gjithë i dinë çfarë probleme sjell plastika, apo bllokimi rrugëve nga inertet, apo hedhja e mbetjeve biologjike vend e pa vend. Ju të gjithë e dini që shkaktojnë probleme në mjedis, në shëndetin e njerëzve, në shëndetin e tokave bujqësore, në shëndetin e prodhimeve bujqësore. Shqetësim për Bashkinë e Maliqit mbeten gjithashtu mbetjet plastike të hedhura në kanale dhe prenjë, të cilat pengojnë rrjedhjen e ujrave dhe shtojnë rrezikun e përmbytjes së tokave bujqësore gjatë rreshjeve intensive. Kemi ardhur në fund të mani reporte dhe për sot. Zhvillimet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni duke klikuar dhe në faqen tonë zyrtare abc-news.al, po ashtu informoni në kohë reale në valët e radios në frekuencën 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, bashkë ndajemi.